Kjo grua ngri lakër për një muaj çdo ditë dhe papritmas filloi të ndjente diçka që e la pa fjalë. Familja e lakrave përfshin lloje dhe varietete të ndryshme, siç bëhet brokoli, lakra e Brukselit, lakra, lule lakra, kaleja, rrepa dhe të tjera. Kohët e fundit, lakrat cilësohen si minierë mineralesh dhe vlerash ushqyese, ndaj duhet i përfshini sa më shpesh në regjimin tuaj ushqimor. Lakrat jo vetëm që plotësojnë nevojën e organizmit për lëndë ushqyese, por përmirësojnë shëndetin kardiovaskular, mbrojnë trupin nga toksinat e dëmshme, madje parandalojnë edhe shumimin e qelizave të këqija. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Natyra na siguron ushqime të caktuara të cilat padyshim paraqesin avantazhe të mëdha në shëndetin tonë. Lakra për shembull është një nga perimet me dobi më të mëdha për shëndetin, edhe pse shumica prej tentojnë ta injorojnë atë. Njihuni me të gjitha përfitimet mbretërëse të lakrës për shëndetin. Përmbajtja e lartë e vitaminës C te lakra mund ta bëjë atë një zëvendësues të përsosur për çdo frut ose agrume, sepse thuhet se ato konsumojnë edhe shumicën e lëndëve ushqyese për zhvillimin e përfitimeve të zorës së trashë. Lakra gjithashtu përshpejton metabolizmin tonë, duke bërë atë ushqim ideal për të trajtuar çdo lloj komplikacioni të tretjes, veçanërisht te gratë. Lakra ndihmon edhe në parandalimin e luhatjeve të sheqerit. Ajo trajton çdo lloj problemi që lidhen me shëndetin e mbipeshës dhe problemet kardiovaskulare. Duke konsumuar lakër çdo ditë, do të hiqni qafe efektet e problemeve që shkaktojnë me tretjen. Kjo perime e fuqishme ndihmon në sistemin tonë tretës dhe florën e zorëve, duke trajtuar shpejtësinë e problemeve të diares dhe infeksioneve të stomakut. Aplikoni disa gjethe lakre në zonën e jashtme të dëmtuar të trupit për të lehtësuar komplikacionet. Konsumi çdo ditë i lakrës në dietën tuaj mund të sjellë edhe një përmirësim të shëndetit tuaj, pasi lakra përmban sulforofane, antioksidantë të fuqishëm, të cilët aktivizojnë enzimat mbrojtëse të organizmit dhe luftojnë qelizat e dëmshme. Duke konsumuar lakër, do të mbani larg problemet e depresionit. Një studim i vitit 2015 zbuloi se sulforofan vepron si një antidepresant. Vetit antiinflamatore të perimeve të familjes së lakrës luajnë gjithashtu një rol në parandalimin e depresionit, duke reduktuar inflamacionin në trup që mund të ulin rrezikun e prekjes nga ankthi dhe depresioni. Ka përfitime të mira për shëndetin kardiovaskular. Ulluntimet kanë treguar se sulforofani punon për të reduktuar inflamacionet në muret arteriale, gjë që ndihmon në parandalimin e trashjes së mureve të zemrës. Për më tepër, studimet tregojnë se sulforofani mund të jetë gjithashtu në gjendje të rrisë mekanizmat mbrojtës natyral të trupit dhe për të mbrojtur arteret nga pllakëzimi. Përmirëson nivelin e antioksidantëve. Qindra studime kanë treguar se lakrat kanë aftësinë për të reduktuar sistemin oksidativ dhe për të nxitur funksionet të mëlçisë. Sulforofani ka veti antiinflamatore të ngjashme me ato të shafranit dhe kurkuminës. Është vërtetuar se enzimat dhe mineralet që na ofron brokoli ndihmon të eliminoni pesticidet dhe toksinat e tjera nga trupi juaj. Lakra është një nga produktet më të mira që mund të shtoni në dietën tuaj, dhe konsumi i tyre në mënyrë të rregull sigurisht do t'i jap një sër benefitesh, siç janë edhe ato detoksifikuese. Lakra është e dobishme në procese natyrale të detoksifikimit të trupit. Fibrat lidhen me toksinat e dëmshme, duke mos lejuar që të absorbohen nga trupi dhe të ndihmojnë në heqjen e toksinave, si dhe produktet e mbeturinave. Përfshirja e lakrës në dietën tuaj do të ndihmojë gjithashtu në rregullimin e luhatjeve të sheqerit në trup. Vetit antioksiduese të lakrës ofrojnë burime potenciale terapeutike për menaxhimin e luhatjeve të sheqerit. Ato ndihmojnë në uljen e niveleve të sheqerit dhe ndihmojnë në prodhimin e insulinës. Përmbajtja e fibrave të lakra ndihmon në parandalimin e sheqerit, pasi do të ngadalësojë thithjen e sheqerit në trupin tuaj. Përfshirja si duhet e lakrave në dietën tuaj sigurisht që do t'jap element pozitiv në mbrojtjen e organizmit. Lakra është një ushqim i pasur me vitamina dhe minerale, të cilat janë aleat i madh për shëndetin, pasi forcojnë imunitetin dhe lehtësojnë detoksifikimin. Dallimi mes lakrës së kuqe dhe asaj të zakonshme është se lakra e kuqe ka antioциanine në pigmentet nga familja e flavonoideve, të cilat janë antioksidantë të fuqishëm, kanë edhe vitaminën C dhe vitaminën E. Në këtë video do të mësoni për përfitimet e konsumit të lakrës së kuqe.
Është e pasur me lëndë ushqyese. Edhe pse përmban pak kalori, lakra e kuqe përmban një sasi të mbreslëndse të lëndëve ushqyese. Një filxhan me lakra do të ofrojë burimin e mirë të antioksidantëve. Lakra e kuqe është një burim i shkëlqyer i antioksidantëve, përbërësve të tjerë të dobishëm që ndihmojnë në mbrojtjen kundër dëmtimit të qelizave. Antioksidantët e saj përfshijnë vitaminën C, karotenoidet, gjithashtu edhe flavonoidet dhe elementë të tjerë. Ullumtimet sugjerojnë se përfshirja e lakrës në dietën tuaj sigurisht që do të jetë një element i lartë ushqyes për mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët gjithashtu tregojnë se lakra është një burim i sulforofanit, një përbërës i pasur me squfur që formohet kur lakra e papërpunuar coptëzohet ose shtypet. Lakra ndihmon gjithashtu edhe në luftën kundër inflamacioneve. Lakra e kuqe mund të ndihmojë ndjeshëm në luftën kundër inflamacioneve të trupit, i cili besohet se kontribuon gjithashtu edhe në shfaqjen e komplikacioneve të ndryshme të shëndetit tuaj. Përfshirja e lakrës në dietën tuaj do të kthehet në një aleat të çmuar në betejën kundër këtyre inflamacioneve. Për shembull, të rriturit me artrit të cilët mbështjetin gjunjët me gjethet e lakrës të paktën një herë në ditë, raportuan se ndiheshin më mirë dhe patën lehtësime të duhura kundër këtyre shqetësimeve. Përfshirja e lakrës në dietën tuaj do të jetë një element i mirë ushqyes kundër këtyre komplikacioneve. Lakra ka efekte pozitive për shëndetin e zemrës. Lakra e kuqe gjithashtu mund të jetë shumë e dobishme edhe kundër komplikacioneve të zemrës. Kjo mund të jetë për shkak të përmbajtjes së antioциanineve, të cilat janë antioksidantët flavonoid që japin lakrës së kuqe ngjyrën e saj karakteristike. Marrja më e lartë e antioциanineve mund të shoqërohet gjithashtu me një presion më të ulët të gjakut dhe një rrezik më të ulët të zhvillimit të sëmundjeve të zemrës. Lakra e kuqe përmban gjithashtu edhe 36 lloje të antioциanineve që mund ta bëjnë atë një burim të shkëlqyer të këtij minerali mjaft të rëndësishëm për mbrojtjen e trupit tuaj. Lakra e kuqe gjithashtu është një zgjidhje shumë e mirë në forcimin e nyjeve dhe në parandalimin e komplikacioneve të tyre. Lakra e kuqe përmban lëndë ushqyese të cilat janë shumë të mira për kockat, duke përfshirë këtu vitaminën C dhe vitaminën K, si dhe sasi të vogla të kalciumit, manganit dhe zinkut. Për shembull, një filxhan me lakra të kuqe të papërpunuara përmban të paktën 56% të nevojës ditore të vitaminës C, e cila luan një rol në formimin e kockave dhe në parandalimin e komplikacioneve. Lakra e kuqe gjithashtu është shumë e pasur edhe me vitaminën K1, duke ofruar gjithashtu pak më shumë se 1/4 e dozës së rekomanduar për një filxhan. Vitamina K1, që gjendet kryesisht te ushqimet bimore si perimet me gjethe, mund të ofrojë gjithashtu edhe një zgjidhje shumë të mirë në mbrojtjen e organizmit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Lakrat mund të zvogëlojnë rrezikun e degenerimit makular. Lakrat janë një burim natyror i përbërësve bimor të quajtur karotenoide ose lutein. Mund të ndihmojnë gjithashtu në mbrojtjen e shëndetit tuaj të syve nga ajo e quajtur degenerimi makular. Mund të përmirësojnë gjithashtu edhe shëndetin tuaj të zemrës. Përfshirja e lakrës në dietën tuaj mund të përmirësojë shëndetin tuaj kardiovaskular, veçanërisht nëse ajo përfshihet në një dietë të përgjithshme për shëndetin e mirë të zemrës. Një studim vlerësoi se përfshirja e lakrës në dietën tuaj mund të cilësohet si një zgjidhje mjaft e mirë edhe në betejën kundër komplikacioneve të ndryshme. Lakra cilësohet një zgjidhje për të pasur edhe një shëndet më të fortë kockor. Forconi shëndetin e nyjeve duke përdorur lakrat në dietat tuaja të përgjithshme. Ashtu si shumica e zarzavateve dhe lakra cilësohet një burim i shkëlqyer i vitaminës K. Vitaminë kjo është shumë e rëndësishme për shëndetin e nyjeve në betejën kundër këtyre shqetësimeve. Lakra gjithashtu është një zgjidhje shumë e mirë për shëndetin tuaj të zorëve, dhe përdorimi i saj në mënyrë të rregullt kundër këtyre shqetësimeve do të jetë zgjidhja më e mirë në dobi të shëndetit dhe jo vetëm. Konsumojini lakrat e freskëta në gatesa ose në formën e lëngjeve për të marrë këto përfitime. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.